Fluturimi i parë drejt Malagës u realizua me sukses mbrëmjen e 27 tetorit, duke shënuar fillimin e një destinacioni të ri që lidh Shqipërinë me një nga qytetet më tërheqës të Spanjës jugore. Fluturimet do të operohen çdo të hënë dhe të premte deri në muajin mars të 2026, ndërsa duke filluar nga muaji prill do të shtohet frekuenca me fluturime çdo të hënë, të mërkurë dhe të premte për të ardhur në ndihmë pasagerëve që kërkojnë më shumë fleksibilitet dhe mundësi udhtimi. Wizz Air është një nga partnerët më të rëndësishëm dhe të besuar të aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, duke operuar aktualisht në më shumë se 52 destinacione direkte nga Tirana drejt qyteteve të ndryshme evropiane. Linja e re drejt Malagës përforcon më tej këtë bashkëpunim të qëndrueshëm dhe kontributin e përbashkët për zhvillimin e aviacionit dhe turizmit në Shqipëri. Jemi shumë të lumtur që shtojmë këtë destinacion në Spanjë. Spanja është një nga tregjet tona më të kërkuara dhe më të frekuentuara. Konsolidojmë kështu pozitën tonë edhe prezencën tonë në qytetet spanjolle. Pra pas Barcelonës, Madridit edhe Valencës, shtojmë edhe Malagën dhe shumë shpejt shtojmë edhe një destinacion të ri, i cili është po aq i bukur siç janë Tenerifet, pak më vonë gjatë dhjetorit. Tirana International Airport, pjesë e Kastrati Group, vazhdon të forcojë pozicionin e saj si portë ajrore kryesore e Shqipërisë, duke sjellë investime të reja, standarde të larta shërbimi dhe më shumë lidhje ndërkombëtare për pasagerët shqiptar dhe ata të huaj.